Për 2 vite rani më shpall kampioni i Kosovës vendin e parë. Se dukit këtë ka shumë është se jam pronari i sajna që 9 vite, edhe kjo është vetura ime e parë. 80% gara dhe shkollime që i kam i konfitu me këtë tjerën e kuq. Në garat malore është adrenalina shumë e madhe. Nga rrugët e Prishtinës në majat e podiumit, Alind Ramadani, 30 vjeçari që ka bërë histori në autosportin kosovar. Kampion i Kosovës në drag race kategoria 15 sekonda dhe në auto slalom. I lidhur ngushtë me markën Opel, ai është i njohur për koleksionin e tij unik dhe për pjesëmarrjet në gara të shumta. Për të, gara nuk është vetëm sport, është mënyrë jetese. Alinda, mundesh më na tregu kur ja ke nisë me u marrë me gara? Me gara mirën që 7 vite. Me gara kom fillu mas pari me veturën time të kuqe, Opel Astra F GSI. Me të fillimisht kom fillu në gara drag race. Atë kom kur kogja një sukses, kogja të mirë. Për 2 vite rani më shpall kampioni i Kosovës vendin e parë. Sa çmime ke marrë deri tash? Deri tash mbi 60 çmime. A ke marrë pjesë në gara vendore apo edhe në ato ndërkombëtare? Vetëm vendore. Po në rajon? Jo hala. Do me thonë një herë vetëm në Kosovë? Një herë vetëm në Kosovë. Alind, pse të pëlqejnë pikërisht Opellat? Shumë pyetje e mirë. Janë në mirëmbajtje janë shumë të lirë. Opellat që i kam unë nuk mundesh mi pa shpesh. Janë seri e veçantë, modeli GSI kësaj veturës. Këta e kum pas marrë këtë spontanisht. Ma herët e ka pas një shok, e kum pas pyet a e kin shitja diçka, më ka thonë jo, po mas një kohë gjatë, herë dita që do në shitja dhe morran. Çfarë lloje të tjera të Opellit ka? I kam 2 kadeta i GSI, e kam Astrën F GSI edhe kadetin D. Kadeti D normal është me motor 1.3 fabrikisht, po na që e ke modifikuar është me motor më të madh 3.0 V6 i gatshëm për gara malore. A bën modifikime shumë në vetura? Bojmë, po normal me ndihmën e shokëve. Vetë është pak e parrishme edhe është kosto shumë e madhe. A i ke nxyros për shembull në janin prej tërnëve ose ka pamja jashtme për më udok pak më mirë në gara? Jo, për gara jo. Në gara një kere bën veçantë reklamat që e në kere, sponsori do më thonë. Alinda, mundesh më na tregu cilin prej kerreve e ki ma për qef? Po, kjerë ma për qef e kam Opel Astra F GSI 16 ventil. Është atmosferik vetur pa turbo. Pse dukit këtë ka shumë është se jam pronari i sajna që 9 vite, edhe kjo është vetura ime e parë. A ke fitu shumë gara me to? 80% garave, shpërblime që i kam i fitu me këtë tjerën e kuq. Po prej këtinve tjerëve, me cilin ke fitu gara mas shumë ti? Mas shumë ti kom fitu me të kuqen, kom fitu me Opel kadetin D, edhe së fundi erë me këtë veturën kadetin E GSI-n e verdhë. Kjo është jam i dashuru mas kësaj marke të Opelit, sidomos tyne seria që i ka shumë veçanta, edhe janë shumë probleme gjithë. Ki vështirësi ti për me i gjithë këto makina? Po, është vështirë mi gjithë, së shembull Opel Astra F ki shumë, po modeli GSI janë shumë të ralla. Shembull një brani e kësajna me bu me prish ose me aksidentuar shumë probleme gjithë. Mund është me gjithë kopja ose diçka, po është problemi tyne tani në mbajcat e tyne nuk montohet mirë. Çka ke ndryshu të kjo Opel? Faktikisht ta ku marrë qështu, vetëm sen që e kom ndryshu e në felnët edhe motorin që e kom restauru komplet. Po brenda ke ndryshu diçka? Jo, brenda u kom kështu, vetëm rrypat së fundi tash që i kom qitë, rrypat e sigurisë. Alind, mundesh më na tregu ç'është ndjeja është ti kur merr pjesë në gara edhe pothuajse në të gjitha rastet del edhe triumfues? Është ndjenje mirë, momenti që i futesh një garë, probleme tjera që ki ato i lenke e tana, është fokusin e ki vetëm garë. Pa pas fokusin, atëherë nuk kisha mujt me dalë triumfus. A ka ndodhur ndonjëherë për shembull me pas ndonjë vështirësi të veturës gjatë garave? Ka ndodhur, kemi pas prishje, po i kemi rregulluar aty për aty dhe kemi arrit prapë më fut në gara. Do me thonë edhe pse janë kohë në prishje, prapë ke arrit me dalë triumfues? Kemi arrit me dalë triumfues. Ka qenë një rast tjetër në Ferizaj më kujtohet, më ka rshqit vetura, e kom aksidentu pak.
Rrotën e kum pas prish, mbrana garës e kena rregullu, jam hi prap në garë dhe kum fitu kum dali pari. Arlindi përmende ma herët edhe garat malore. Kur ja ke nisë me u marrë edhe me gara malore? Me gara malore kum fillu me u marrë pas jam shpall 2 vite herën kampion në drag race, atëherë kum fillu me u marrë me garat malore. Në cilën prej garave ndjen ti mas shumë të adrenalin? Në garat malore është adrenalina shumë e madhe. A është shpejtësia shumë e madhe? Ka shpejtësi, teknik, krejtjen, do më thonë gara malore i përfshin gjitha. Se gara drag race është veç drejt, shpejtësi, në autoslalom nuk ka shumë shpejtësi, ka teknik, garat malore janë të gjitha. A kanë shpejtësi të mjaftueshme këto makinat këto që i ke? Po, për motorin që e kam, po. Deri në sa? S'po kallzojna ma mirë. Pas kërkesat mjaftueshme për sponsorizime, pas si duket në vesh të shurdhër. Nuk kemi përkraje shumë për sponsora. Po thuaj se të gjitha shpenzimet të... Vetanake, të gjitha shpenzimet janë vetanake. Arlind, cila është e mira edhe e keqja e këtij sporti? E mira e këtij sporti është që kur shkojsh atje, kime njohë shoqëni ma shumë, kime kalu mirë, adrenalinën e tepër kime shkarku aty në garë, e keqja mundet me konë në rast në aksident, që s'mundesh me arrit me ndrejsh veturën aty, por aty me vazhdu garën, në i sen të keqja nuk e besoj që ka. Po besoj që gjatë aksidentit mundet mi u dëmtu edhe në i pjesë edhe nashta është probleme ju gjetë pjesë këtë në vend? Po, se zakonisht veturat e garave janë me pjesë modifikume, që modifikohen tamam për garë. Nëse një pjesë e modifikume prishet, atëherë është problem me gjetë dytën, ose nëse në rast konkret e kemë rezervën e qesëm e nërë. Dihet që shpejtësia në këto gara është pak ma e madhe se sa që vuzitim zakonisht. Apo merë kritika prej familjarve? Jo, se shpejtësin që zhvillojmë aty, normal shteku blokohet prej startit deri në finish, sigurohet që veç na jemi brenda në shtek, jo vetura tjera që më u shkaktu në aksidenta diçka. Po nëse të bjenë në sy nëj Opel tjetër i mirë, a kishe vazhdu ende me ble pavarësisht se i ki 6 për tëre? Nëse është model ose seri që më pëlqen, pa dyshim që e marrë.